Nëse vendosni të shkoni në vendet e zonës Schengen, duhet të keni parasysh respektimin e lejes së qëndrimit prej 90 ditësh, ndryshe nuk do të shkeli në këto shtete për 5 vjet. Shembulli i këtij ndëshkimi janë 48 personat e deportuar mbrëmjen e së martës në vendin tonë. Arsyeja tjetër e rritja të lehtësimit për disa shteta ishte kërkimi i padrejtë i azilit në vendet e zonës Schengen. Nga këta 48 persona, midis të cilëve ishin edhe 2 femra, 33 u deportuan nga Franca, 11 nga Spanja dhe 4 nga Belgjika. Qeveria shqiptare është në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha qeveritë e tjera të Komunitetit Evropian për të mos lejuar kalimin e detyrimeve që ka çdo shtetas shqiptar në hapësirën Schengen. Ky operacion i parë realizohet dhe në kuadër të krijimit të një task force me urdhrin e kryeministrit për të monitoruar mekanizmin e liberalizimit të lirë të vizave. Shkelja e lejes së qëndrimit dhe kërkimi i azilit pa të drejtë janë ndër shqetësimet kryesore për vende si Belgjika, Zvicra, Franca apo së fundmi edhe Spanja, të cilat i kërkuan Parlamentit Evropian dhe ngritjen e një mekanizmi që do të çonte në rikthimin e përkohshëm të vizave për ato shtete qytetarët e të cilëve abuzojnë me rregullat e lëvizjes dhe qëndrimit në Bashkimin Evropian.